Zotë Lezit, falenderoj shumë për kohën. Mirësevët. Si është duke shku procesi dhe a do t'jetë pra ajo datë mesjavë, si që përmendet edhe ju dje, ku do të përfundoj kjo numër? Po do thotë në qendrën numërimi dhe të rezultateve nga e premtja në mbrëmje, kur ka filluar numërimi i fletvotimeve të para nga votimi përmes postës, dhe deri më tani do thotë pasdita e ditës së sotme e martë, në qendrën numërimi dhe të rezultateve janë rinumëruar pjesa më e madhe e fletvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit përmes postës. Konkretisht janë numëruar 174 kuti votimi nga 223, në të cilat do thotë janë sistemuar apo vendosur zarfet me fletvotime të cilat janë ndarë sipas votuesve apo prej nga vinë votuesi sipas komunave të tyre. Në bazë të dinamikës do thotë kanë mbetur që të numërohen 49 kuti votimi dhe shpresojmë që kjo do të arrihet të përmbyllet gjatë ditës së sotme, do thotë e martë, por megjithatë, nëse do të mbetet ndonjë kuti nga ky lloj votimi edhe për ditën e nesër, sigurisht se jemi brenda atij planifikimi, pra që deri në mesjavë të përmbyllim numërimin e fletvotimeve që i takojnë votimit përmes postës dhe pastaj të fillojmë me numërimin e fletvotimeve të tjera që i takojnë votimit me kusht dhe votimit persona me nevoja të veçanta. Për cilët vende në Evropë kanë qenë votuesit më të shumë të këto zgjedhje? Po, është e kuptueshme, do thotë qoftë në votimin e përfaqësisë diplomatike apo dhe